Arian, si është kjo nga notar në Institutin e Fizkulturë, mësues kulture kthesh në masazher dhe fizioterapist? Ashtu si që thatë dhe ju, unë kam qenë notar i ekipit Durrësit, pastaj i ekipit studentit, pasi erdha me studime në Tiranë. Dashurova, u fejova, u martova me nusën time që kam sot Mirelën, edhe në caktoj partia në Kukës. Atje shkova, shërbeva 3 vjet, në 90 unë kthehem dhe kthehem përsëri tek shkolla ime, tek shkolla e Notit, që ishte shkolla 8 vjeçare në Durrës, 6 shtatori, dhe pas disa vitesh për arsye shëndetësore, largohem nga Shqipëria në Itali, dhe atje deshfati i takova një doktore shumë të mirë dhe ajo më futi në rrugën e fizioterapisë. Si doktore shumë të mirë? Atë janë probleme familjare tonat private që nuk është mirë ndaj se secili ka dhe privatësinë e vet, por ajo që zanafilla e ndërrimit ose e kalimit në këtë fushë. Po vetëm duhet cek një gjë se majmen edhe shokët e klasës që unë kam pas atëherë, të gjithë kërkonin përdorën që kisha me bë trajtime atëherë masazhi. Dhe disa nga pedagogët e mi që sot janë akoma në Institutin e Strukturës e kishin vure atë dhuntin time si Proficanaj, Dimitraj Prifti, Berçina, dhe ato më nxitëshin domethënë dhe shikonin që kjo ka ndihmuar dhe Instituti i Fizkulturës, sepse ju keni studiuar anatominë e trupit, si funksionojnë muskujt. Po, dhe biles në atë kohë anatomia që studiojnë në institut, mos them ka qenë nga lëndët më të forta, krahasoheshim edhe me fakultetin e mjekësisë, sepse i ndjeri Xhelil Bakiri ka qenë i tmerrshëm për me mësu anatominë. Domethënë mund të rinim edhe 5 orë në laborator duke i shkruajtur ato emrat latinisht 10 herë, 10 faqe, se po të gaboje një ktheshe prapë me ngelshim provim. Tash ju shkuat në Itali. Sa vjet në Itali? Pastaj ne shkuam në Itali, shkuam me shkëputje sepse ashtu ishte vetë sistemi, vizat e më thet tash, por një nga këto shkëputjet që kishim me familjen, qëllova që njofta këtë doktoreshën, ajo kishte një klinikë të vetën dhe aty nisi rruga e fizioterapisë. Unë atë kohë nuk e dija fare që ekzistonte fizioterapia, dini masazh. Lëndë kishim bërë në shkollë me Meri Gjinushin, me Dimitraj Priftin, me siç thash me Proficanën, por nuk e dinim që ka fizioterapi. Dhe kur kthehem nga Italia, kthehem përsëri në institut, në atë kohë akoma nuk ishte hap dega e fizioterapisë, nuk njihej pra. Ti me drejt masazhator, se kështu njihej masazh, Likastrati, ka qenë këto Lon Kasa, këto të vjetrit. Dhe në Institut i Fizkulturës atë kohë ndërtohet ose ngrihet kursi i parë 6 mujor i fizioterapisë. Përsëri në drejtimin e Profitit.